Lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi se Partia Socialiste ka një rënje drastike të mbështetjes nga qytetarët. Duke ju referuar sondazheve të bëra nga vetë socialistët, Berisha tha se kryeministri Rama personalisht është poshtë kuotave të partisë së tij. Narkoshteti po shkërmoqet, po degradon. Pollet e fundit të bërë nga Partia Socialiste kanë një rënje katastrofale. Partia e krimit është rrokullisur në shifrat e saj 29%. Edhe këto, po t'i heqish koeficientin e frikës, zbret edhe më poshtë. Ky nuk është një poll i bërë nga opozita, po ky është polli i brendshëm i vetë Partisë së Krimit. Edi Rama vetë qëndron ndër partinë. Gjatë konferencës me gazetarët, Berisha theksoi sërish se kryetaria de facto e Partisë Socialiste është Belinda Balluku. Ai tha se ka zëra sipas të cilave Balluku dhe bashkëpunëtori i saj, Oltion Bistri, kanë përgjime edhe të bashkëshortes së kryeministrit Linda Rama. Lubi Balluku de facto është qeverisësja e PS-s, drejtuesja e saj. Në një mbledhje të ngushtë, Lubia i thot Ramës përsëri se në çdo ndjekje time penale, 60% është e jotja. Do me thënë, po shkova do të marrë me vetë, e pa mëshirë. Ka blokuar heqjen e ministrave që emroj, të cilët janë përgjegjës në sëri dosjesh të Lubisë, që i kishte jo shefa kabineti, jo drejtora, jo këteja dhe këtë me radhë. Gojët e liga, që s'duhet i përmendim, duhem të thonë se me Oltion Bistrin regjistrime janë bërë edhe lindës së Surrelit. Berisha komentoi takimin e fundit të zhvilluar në jug mes Edi Ramës dhe Alex Soros dhe paralajmëroi një vjeshtë nxehtë politike. Është thirrë për emergjencë Alex Soros, po se çfarë mund t'i bëjë një kufome të pakallur, le ta shohim. Shqiptarët në mënyrë përfundimtare i kanë dhënë verdiktin e Edi Ramës. Vjeshta do t'jetë vjeshtë e temperaturave më të larta politike. Opozita do përdor të gjitha mjetet kundër kësaj qeverie dhe siç e shifni, rrokullisjen e saj nuk ka forcë në botë që ta ndalë. Berisha i cilësoi si destabilizuese deklaratat e Vučić ndaj Kosovës, por nga ana tjetër shtoi se Edi Rama nuk mund t'i lajë më asgjë shërbimet antishqiptare që i ka bërë Beogradit. Deklaratat e fundit të Vučić janë deklarata destabilizuese, por ato u dënuan edhe nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara. Se të kërstosh, se do përdorësh etjen si armë, do thotë se racizmi yt dhe barbaria jote shkon në nivele mitologjike. A mundet Edi Rama të purifikohet, të themi, nga aktet e panumër të tradhtisë kombëtare? Jo, me asgjë. Ai ka kryer aktet më të larta të tradhtisë kombëtare. Ndaj shqiptarëve në Shqipëri, ndaj shqiptarëve në Kosovë, ndaj kombit shqiptar.